Rruga e Komanit e amortizuar prej vitesh dhe një nga kërkesat e kahershme të komunitetit të zonës tashmë po rikonstruktohet. Ky investim ka ngjallur interes edhe tek banorët që jetojnë në emigracion, duke i nxitur ata të rikthehen dhe të investojnë në këtë territor. Për ne të rinj, sidomos këtu që jena prej Komanit, është shumë e rëndësishme sepse na bën që ne mu kthy hala te vendi jon, edhe me pse jo me investu edhe për këtë vend se në fund ditës ne jena prej këtij vendi dhe nuk do të me e lanë. Kjo është shumë e rëndësishme, shumë e pritën prej shumë vitesh, domethënë ne na bën pak edhe si të bezdis shumë derë në derë, po kjo do të nikojë 100% për mirë. Ka qenë domosdoshme, rruga e degraduar, krejtësisht e degraduar. Gjej rastin në emën ton banorëve këtu, edhe në emën ton operatorëve turistik që operojnë në këtë zonë, për me u realizu kjo ëndër e shumë pritën prej shumë vitesh. Ne shumë kënaqur për kësaj rrugët. Jam kthy për emigrimit, e mundu me hap i biznes, po pengesa më e madhe ka qenë rruga. Ka qenë kërkesë e kahershme, kena orë të krijuar besimin tonë që një premtim i dhanë, po bëhet edhe realitet. Unë jam infermiere në qendrën shtetësore Koman, muloj edhe urgjencat e gjithë zonës. Kena pas shumë vështirësi me përcjelljen e të smurëve deri në spitalin e Shkodrës. Me hapjen e rrugës, gjithë kanë përfituar prej kësaj rruge, por më shumë sa s'kush besoi se shëndetësia, se kena të bëjmë me jetën e njerëzve. Rruga e Komanit është një nga rrugët më të vështira, por edhe më piktoreske në veri të Shqipërisë. Ajo lidh qytetin e Shkodrës me liçenin e Komanit dhe vazhdon drejt Vjerzës, duke shërbyer si pjesë e një itinerari të suksesshëm dhe të rëndësishëm për ata që udhtojnë drejt Alpeve shqiptare.